Ju përshëndes, mirë se erdhët. Shqipëria është pjesë e hartës së vendeve që prodhojnë vaj ulliri, por me 6 varietete autoktone që kemi, nga Kalinjoti në Vlorë, Kokërmadh, Berati, Mixani në Elbasan, ulliri i bardh i Tiranës, Krypsi i Krujës dhe Kallmeti. Sa potencial ka vendi ynë për të faktorizuar, por edhe për të rankuar më mirë, qoftë në raport me cilësinë dhe me sasinë. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që studion të ndaj me 3 profesor. Dua ta nis nga zonjat fillimisht. Anila Kopali, profesore në Universitetin Bujqësor të Tiranës, është bashkuar me në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit. Po ashtu privilegj për mua që në studion e emisionit ditën e sotme të kem edhe zonjën Angelina Belaj, drejtore e Bankës Gjenetike Botërore të Ullirit. Edhe nuk e teproj kur them që është një ndër 10 gratë shkencëtare më me shumë influencë në Spanjë. Faleminderit për. Duhet lënë, ka raste që duhet lënë më njanë modestia, kështu që kënaqësi për mua që jeni në studio, si edhe profesori kërkues shkencor Kristofor Mio në Universitet Pedagog, në Universitetin e Kordovas, në e thash mirë universitetin? Okej, në Spanjë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni. Në fakt, ftesa për të qenë pjesë, le themi, emisionit Box to Box ka marrë shkas edhe nga një aktivitet shumë i rëndësishëm, nga një forum që është zhvilluar një ditë më parë në ambientet e Akademisë së Shkencave, ku kanë qenë të pranishëm jo vetëm akademik, edhe rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës, zoti Fatbard Sallaku, po ashtu pedagog, student të Universitetit Bujqësor, zëvendës ministri Fatmir Guri, përfaqësues nga Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar, përfaqësues nga Shoqata e Vajit Ullirit, dhe sigurisht edhe me pranin tuaj. Dua të ndalemi pak që nisje mbi rëndësinë që ka ky aktivitet edhe forumi i mbajtur një ditë më parë. Okej, mund të filloj. Me që jam i vogël, po filloj unë. Okej, ne, Angelina dhe unë, për koincidencë jemi në një njëjtin qytet në Kordoba, në të Spanjës në Kordoba. Punojmë afër njëri tjetrit, pavarësisht që janë institucione të ndryshme. Dhe punojmë rreth ullirit. Kemi fatin punojmë rreth ullirit në investigim, në fushën shkencore, në pedagogji, në dhënësimin, por dhe në bashkëpunim me kompanitë private dhe me shtetet ndryshme për të iniciuar dhe avancuar në kërkimin shkencor kryesisht të ullirit. Po gjithmonë duke patur dhe fokusin tek kompanitë, tek biznesi, jo vetëm tek, ta themi kështu të mbyllur, tek shkenca. Me Shqipërinë normalisht kemi marrëdhënie sepse kemi familjarë, shteti tonë, gjithmonë është lidhja, rrënjët tona. Dhe unë kam studiuar te Universiteti Bujqësor i Tiranës, zysha Nila ka qenur pa modesti, zysha referencë në universitet, dhe pedagogët të tjerë pa diskutim. Dhe kemi mbajtur në farmase kontaktet, dhe kohët e fundit na janë dhënë mundësitë të bashkëpunojnë në projekte. Forumi i mbajtur dje, cili ishte qëllimi, le themi, i aktivitetit, ndërveprimi, shkëmbimi përvojave, por edhe në një farë mënyre për cilë atë ne dim që Spanja është ndër vendet, apo le themi listohet e para sa i takon prodhimit të vajit të ullirit. Kështu që për ne, pa diskutim, do të ishte me mjaft interes të ndiqnim atë çfarë le themi modeli. Nuk mund të arrijmë në të njëjtat sasi, sepse kalojnë në miliona ton prodhim vaj ulliri dhe ne jemi më pak se 20.000 ton që prodhohet në harkun e një viti. Megjithatë, e rëndësishme është të konkurrojmë me cilësinë. Ishte ky forum në një farë mënyre për të... Po, forumi, për të arte forumi, mbas gjithë kësaj hyrje që bëra, na dha mundësinë të njihnim më nga afër ullirin shqiptar, avantazhet dhe disavantazhet ose problematikat që ka sektori, kryesisht. Edhe pa patur të kontaktin fizik me njerëzit, qoftë nga bota e biznesit, qoftë nga bota akademike, është e vështirë ta kuptosh. Dhe dje me vërtet patëm një panoramë të gjerë të kësaj të ullirit në Shqipëri. Kishte diçka që ju ra në sy nga forumi dje, në kuptimin që diçka që... Pjesëmarrja. Po, pjesëmarrja e biznesit, e kompanive të vogla dhe të mëdhaja, pjesëmarrja e botës akademike,
Dhe në përgjithësi interesi që ka për ullirin, qoftë nga pikpamja shkencore, qoftë nga pikpamja akademike, sepse kishte student që janë e ardhmja e vendit, por qoftë edhe nga ana e biznesit. Domethënë, ishte një gjë shumë e bukur që ka një sallë të mbushur me njerëz dhe nga të gjitha moshat. Është shumë e rëndësishme brezi i ri, sepse ata janë stafetë që do marrin stafetën, ndërsa për ne të dy është kënaqësi e madhe sepse ne kemi shumë pak mundësi në një farë mënyre të bëjmë atë që thoshte Ismail Kadareja, një kreje të gjatë për vendin tonë. Kontributi jonë është vim këtu, japim në një seminar, flasim në një farë mënyre t'i kthejmë vendit atë mundësi që na ka dhënë. Po edhe kjo është një formë kontributi, ëh? Po, dhe gjithashtu pam atë që tha Fredi për cilët përvojën e vendeve të zhvilluara pam direkt problematikën, pam direkt gjëra që disa dhe njihnim, disa nuk i njihnim, dhe shprehëm domethënë eksperiencën tonë si të dy si punonjës shkencor, gjithse cili në vendin e vet, por gjithashtu edhe eksperiencë që kemi parë në Spanjë për sa i përket biznesit apo prodhimit, sidomos rasti i Fredit që është më afër se unë merrem me burimet gjenetike të ullirit, kemi transferim teknologjie dhe marrëdhënie direkte me bujqit, por për sa i përket hallkës tjetër së prodhimit dhe të ullirit dhe të vajit të ullirit, Fredi ka më tepër njohuri se unë dhe kështu që në një farë mënyrë kompletohemi. Do të kemi mundësi të diskutojmë gjitha. Nëse keni diçka për të shtuar rreth aktivitetit forumit? Do thosha që dy studiusit që janë në Spanjë vinë për herë të parë në Shqipëri, të ftuar zyrtarisht, flasim nga një institucion dhe jam shumë e kënaqur që këtë ftesë bëri Universiteti Bujqësor në radhë të parë me mbështetjen e Akademisë së Shkencave. Sigurisht ne kemi shumë sfida përpara si sektor, është një sektor sa i lehtë duket aq i vështirë dhe me probleme është. Kështu që në këtë kontekst përvoja e Spanjës si 80% e produktit botror të vajit ullirit është e jashtëzakonshme në mënyrë të veçantë të Universitetit të Kordovës, që është një qendër ekselence me famë në botë. Këto të dy bashkë me Universitetin Davis në Kaliforni janë më të shquarit në fushën e studimit të ullirit dhe të vajit ullirit. Kështu që për ne është një privilegj për më tepër kur ka një student. Privilegj edhe unë shpresoj që nga këtu dalim edhe me disa receta që si mund të jemi nuk pretendojmë receta suksesi, por deri diku pse jo, ne kemi potencialin. Kemi 6 kultivar autokton. Unë i përmenda pak... Këta janë kryesorët. Janë kryesorët, po. Janë kryesorët, në fakt, sepse Banka Gjenetike Shqiptare... Kalinjoti, Kurmadi i Beratit, Mizani, po. Ashtu është. Edhe zona në cilën kultivohen. Po. Në fakt njëfen 34. 34, po këta janë më të shumtë. Kalinjoti zë 28% të volumit total të ullimve, pasohet nga Kokrmadi i Beratit me 17%, dhe pastaj këta të tjerët nga pak. Sigurisht janë kultivar autokton, që përbëjnë 64% të kultivarve të mbjell në Shqipëri. 36 janë kultivar të huaj. Dhe unë do të thosha, do t'i shtyja njerëzit drejt kultivarve autokton, sepse kultivarat autokton së pari janë shumë të fortë dhe impaktohen nga virusi 50% më pak se shokët e tyre në mesdhe. E dyta, vaj i nxjerrë nga kultivarat autokton të Shqipërisë ka një balancë yndyrore të përkryer, të acideve yndyrore, gjë që i sjell shi organoleptike të rralla vajit ton, ka acid oleik në një masë të konsiderueshme, nuk bie në 73%, dhe acid linoleik gjithmonë më pak se 20%, gjë që jep një qëndrueshmëri të madhe në kohë vajit. Pra janë sa privilegje që ne i kemi nga natyra për kultivarët autokton. Po krahas këtyre në fakt, janë disa kultivar të huaj, por që janë naturalizuar në Shqipëri, si që është Frantojo dhe Lecino, sepse kanë mbi 50 vjetë në Shqipëri. Pra janë Frantojo shqiptar, po thuaj se tani, që gjithashtu prodhojnë vaj të shkëlqyer, krahas disa kultivarëve si që është Koronek i grek, që ka hyrë këto 30 vjetë, është naturalizuar shumë mirë, ai sa studiusit thonë që bëhet më mirë këtu se në Greqi. Pra është përshtatur... është përshtatur jashtëzakonisht mirë. Kjo është pamja e kultivarëve në përgjithësi në Shqipëri, ku 64% si thash predominohet nga kultivarët autokton. Në çfarë gjendje janë, përpos faktit që janë të përhapur në ato nivele që ju përmendët, në çfarë gjendje janë dhe sa rëndësishme është edhe për cilat arsye është me rëndësi kultivimi i tyre, përpos faktorit, pra faktit që janë përshtatur me ndryshimet klimatike dhe që kanë apo impaktojnë edhe te pjesa e cilësisë, pra kanë një cilësi më të mirë në raport me varietetet e tjera. Duhet kuptoj gjendjen agroteknike dhe fitosanitare të tyre, kujdesin ndaj tyre në atë shkuptim. Nëse është kjo pyetja, unë do thosha që ka shumë për të bërë, edhe është një nga sfidat e mëdha që
duhet përballuar sepse kjo çon në përkeqësim të cilësisë, në rast se nuk e përballojmë siç duhet. Në rast parë ka një emigrim masiv nga zonat rurale. Ka një largim të njerëzve, edhe po u larguan njerëzit, largohet kujdesi njerëzor. Sipas shifrave të Ministrisë Bujqësisë, rreth 60% e ullinjve nuk i nënshtrohen për shembull disa proceseve bazë agroteknike siç janë krahasitja apo plerimi. Gjë që është për të ardhur keq, sepse ul produktivitetin atyre, ul cilësinë e ullinjve. Rreth 30-50% e tyre nuk i nënshtrohen shërbimeve fitosanitare, gjë që i lë shumë hapësirë sëmundjeve të ullirit dhe përkeqësimit të vajit që brenda në kokër, pa vajtur në ashtu. Ka sfida të mëdha në drejtim të vjeljes, sepse vjelja është e pamekanizuar, duke qenë e pamekanizuar. Me praktikat me praktika të vjetruara që dëmtojnë kokrën e ullirit, e kemi diskutuar edhe në këtë studio. Po përpos që ka dhe shumë kosto, për fakt të mirë, lajmi mirë është që ka disa grupe teknike private që kanë dalë në treg kohët e fundit që shërbejnë në zona sidomos ku nuk ka njerëz dhe ka emigrim. Po kjo ka kosto. Kostoja e këtyre, për shembull si vjet vajti deri 400 lek të vjetra për kilogram ulli, vjelja. Që do të thotë që në koston finale do transferohet pa diskutim tek çmimi i vajit ullirit. 50% e çmimit vajit është vjelje. Këtë ta di çdo konsumator. Pra situata në këtë drejtim që të mos ankohen në momentin që e blejnë. 15-20%. Se janë edhe kostot që mbarten në vendosjen e çmimit. Megjithatë, zonja Bilaj, për të ndalur pak tek identifikimi gjenetik i kultivarëve të vajit të ullirit, pse është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm sepse në një farë mënyrë kur ne shesim vajin e ullirit, po shesim varietetin. Sidomos në rastin tonë, në vendin në rastin tonë si shqiptar, mënyra që kemi ne për të diferencuar në tregun evropian dhe në tregun botror, nëse do të duam të dalim jashtë kufive tanë, nuk mund ta bëjmë me sasinë. Duhet ta bëjmë me cilësinë dhe duhet ta bëjmë dhe me origjinalitetin, që është varieteti. Duhet kemi parasysh që kemi një diasporë shumë të madhe. Ne edhe mjafton të shfrytëzojmë. Ne kemi diasporë shumë të madhe. Unë do ta bleja me kënaqësi 1 litër vaj ulliri ekstra të vizhit të Kalinjotit, kudo që të jem, sepse për mua nuk përfaqëson vetëm 1 litër vaj ulliri ekstra të vizhit, përfaqëson vlorën, përfaqëson kaninën, përfaqëson gjëra të tjera që kanë të bëjnë dhe me anën emocionale të diçka e. Vaj ullirit për ne është pjesë e identitetit tonë. Varietetet e ullirit janë pjesë e identitetit tonë. Kjo është pjesa e parë emocionale dhe ekonomike. Nga ana tjetër, nëse ne identifikojmë mirë dhe kemi të certifikuara, të mirë të identifikuara, evitojmë gabime, nëse prandaj unë ftoj të gjithë bujqit tanë, të gjithë njerëzit tanë që kur të blejnë një varietet ullirit të shkojnë në sera të certifikuar, në sera që kanë planta bimët në mëmë, si që quajmë ne, bimët nënë, të identifikuara të certifikuara. Ne kemi specialistë të mirë në Shqipëri, por mungojnë mjete. Për shembull, ndje dëgjova që ka probleme në shumë vende që të kenë të identifikuara, të certifikuara bimët mëmë. Në këtë drejtim qoftë unë nga pozicionimi i Bankës Botërore të Ullirit të IFAP-ës, që është një institut rajonal, Instituti i Andalusisë për bujqësinë dhe për transferimin e teknologjisë, qoftë Fredi, kemi eksperiencë dhe jemi të gatshëm që të ndihmojmë qoftë kolegët tanë, qoftë. Megjithatë, do doja që të bëja një thirrje këtu, që ne kemi personal shumë të përgatitur nga Instituti Bujqësor, nga Instituti Bujqësor tani, dhe bujqit tanë mund të mbështeten te ky rrjet agronomësh dhe ky rrjet profesionistësh dhe ky rrjet burimesh gjenetike shqiptare, sepse siç tha dhe profesoresha, po vën shumë varietete të huaja. Në disa raste kanë pasur fatin që kanë funksionuar, por mund të ndodhte, siç dhe kanë ndodhur që ka varietete që në kushtet tona nuk funksionojnë mirë. Unë për shembull di që në disa vende pikuali që për ne në zonën tonë funksionon shumë mirë, në Shqipëri nuk ka funksionuar mirë. Nuk funksionojnë për disa arsye, por këto varietete, këto kultivar që ne përmendëm, kanë kërcënime në horizont që shfaqen? Më fal, për kultivarët tanë, autokton, 6 që ne përmendëm, ndërkohë që ishin total 34. Ka, le të themi, faktor që kërcënojnë ekzistencën e tyre dhe që kërcënimi është mospërdorimi. Mospërdorimi, pra në momentin që kufizohet përdorimi, mbjellja, kultivimi i mëtejshëm apo zgjerimi i sipërfaqeve me këto kultivar është risk për zhdukjen e tyre me kalimin e viteve. Unë thashë dje, një gjë që nuk e njeh, nuk e përdor. Një gjë që nuk e përdor e humbet. Gjëja e parë që do të bëjmë të vëmë vlerë, t'i vëmë
të studiojmë dhe të shpjegojmë vlerat e këtyre varieteteve që janë kaq lokale, sepse në shumë raste ndoshta nuk janë kaq shumë prodhuese, por mund të jenë shumë rezistence. Ndoshta nuk janë shumë prodhuese, por mund të koincidojnë në periudhën e lulëzimit dhe në një farë mënyre të diversifikojnë ullishtarin shqiptar dhe të japin një cilësi shtesë produkteve tona. Dhe në një farë, por mendim e para gjëja më e rëndësishme është që ne duhet t'i njohim, t'i studiojmë, të vëmë në pa vlerat e tyre dhe t'i përdorim. Një gjë që nuk e përdore humbet. Dhe kjo është pasuri kombëtare. Pa diskutim është risku në horizont për këto kultivar. Më lejo të thras edhe unë Fredi. Është më thjesht, është më thjesht. Lidhur me atë që u përmend, pra faktin që mund të shfrytëzohet diaspora, për të deportuar në tregje, por pa diskutim mos dua ta privojmë veten edhe të mbetemi tek diaspora, sepse mund të konkurrojmë dhe mund të jemi, le të themi, edhe në raftet e marketeve dhe në tregjet ndërkombëtare me këtë kualitet që kemi. Pra, edhe fakti që janë këto kultivar, dua ta lidh pak me cilësinë. Sa e rëndësishme është që të ruhet cilësia në prodhim dhe ku duhet treguar kujdes në këtë drejtim? Po. Shumë e drejtë si pyetje dhe cilësia është ajo që do bëj diferencë në krahasim me shtetet tjera. Dhe siç e tham, është pjesa gjenetike, është pjesa ambientale. Po jo gjithë mund të kemë për shembull informacion për pjesën gjenetike, për t'i njohur, për t'i ditur vlerat. Njerëzit mjaftohen edhe me disa aspekte pamore, shije, për të rëndësishme gjithsesi. Janë shumë të rëndësishme. Dhe ato janë element të rëndësishëm. Po që cilësia që të kemi një vaj cilësor, shqiptar, spanjoll, kudo që t'jemi, kemi 3 faktorë që thamë, është faktori i vetë varieteti gjenetika e një ulliri, pastaj është ambienti ku ai rritet. Shumë herë mund të kemi një ullir të mirë në Vlorë, po ai nuk mund të shfaqet në njëjtat karakteristika në Berat, sepse ndryshon, kështu që duhet të dimë edhe si përshtatet varieteti në një ambient caktuar, dhe është pastaj pjesa teknologjike e mbledhjes, qoftë në fushë, qoftë në përpunim, që është shumë kryesore. Një kushtet kryesore të ullirit është që të mblidhet frutit i të jetë i freskët, pa pasmundje, dhe të procesohet brenda 24-48 orëve maksimumi. Domethënë vaj të nxirret brenda një kohe sa më së shkurtër, po maksimumi 24 deri në 48 orë, se përndryshe ulliri fillon të fermentohet dhe do të japi probleme në vaj. Praktikisht nuk mund të nxjerrë një vaj ekstra të virgjër, i cili është kategoria më e lartë, ta themi kështu, e vajit të ullirit. Një konsumator në prakticitet mund të shikojë nëse një vaj është i mirë, mund të degustoj në thojza në shtëpi, kur ai në atë parë nuk shfaq në një aromë jo të dëshirueshme, për shembull aromë e fermentimit të uthullës, apo ranciditet si vajrat e vjetër, vajrat që përdornin për të ndezë kandilat, themi ne nga Gjirokastra. Këto janë vajra shumë të vjetër që mbajnë një rancidimi, quhet oksidimi të vajt. Dhe nga krau tjetër, nëse ka pak hidhshmërinë dhe pak pikante, djegëse, po që është e vetë frutit, si të jetë një specë djegës si frekskët për shembull, apo të jetë një hidhësi si një mollë pak e hidhur, këto janë karakteristika pozitive, do thotë që fruti edhe vaji ka ardhur nga një frut i shëndetshëm edhe i procesuar mirë, i ekstraktuar mirë. Profesore, nga gjitha hallkat që nga momenti që kemi kultivim, pra, por unë dua tek ajo faza që ju e veçuat, tek në momentin që vjen koha e vjeljes së frutit. Dhe më pas grumbullimi, depozitimi, deri në momentin që shkon tek fabrika e prodhimit të vajit të ullirit. Cilën do të konsideronit hallkën më problematike që ndikon tek cilësia? Në fakt janë disa. Janë disa. Se momenti i vjeljes është shumë i rëndësishëm. Deri vonë shumë njerëz, shumë fermer, kanë idenë që ta lëmë të piqet mirë sepse shtohet vaj. Në fakt biologjikisht vaj, mbasi fruti ka arritur një gjysmë ngjyrimi, nuk shtohet më dhe po ushtua, do jetë kaq pak dhe nuk ja vlen sepse është në kurrizë të cilësisë. Pra ulliri nuk duhet të piqet deri në fund sa të bjeri nga pema dhe të jetë i butë. Ulliri në masën 50-60% duhet të jetë ngjyra jeshile. Pavarësisht llojit. Në përgjithësi kështu është. Pra flasim për vjelje të hershme. Dhe tani kjo punë, për shembull, në Itali kjo fillon që në tetor.
Neve dikur e kishim në mes të nëntorit, ose në fillim të nëntorit. Tani është avancuar koha, sepse është kuptuar kjo, çështja e cilësisë së vajit. Edhe kjo thik me dy presa, se për shembull kur ka vjelje të hershme, konsiderohet që kërkohet më shumë sasi, por reflektohet te cilësia. Nuk është se ndikon në një gjë shumë të madhe, 1-2% është. Unë nuk them në shtator, po të paktën në 15 tetor. 15 tetor është një sezon shumë i mirë për disa kultivar, varet. Koroneki për shembull e ka patjetër në nëntor, sepse piqet më vonë, varet nga varieteti. Kjo është një. E dyta, ka një problem bujësia shqiptare, është tepër e fragmentizuar. Duke qenë tepër e fragmentizuar, ai fermeri aq potencial vjelje e ka. Ai dha vjelja avash, e për më tepër e mbyll në thas, pret sa të bëhen disa thas, pra kalojnë disa ditë, përpara se tesi të vinë në fabrik. Pra, fillon prishet vaj që në ulli. Pra kjo duhet bërë shpejt dhe mundësisht në arka plastike, me vrima. Shumë fermere kanë kuptuar këto. Arka nga ato të perimeve, nuk ka rëndësi të janë shumë të sofistikuara. Ama të kenë ventilim, të kenë aerosje, që dhe po ndonjë disa orë më shumë, të paktën të mos jetë mbyllur, sepse krijon kushte ideale për fermentim. Pastaj me të ardhur në fabrik, këtu fillon një procedurë tjetër, që tashmë është revolucionarizuar, po që e kemi shumë të vështirë t'i bindim edhe për punuesit, por në radhë të parë fermerët. E para, temperatura e trajtimit. Thuhet që deri 27 gradë, po synohet edhe më poshtë për cilësi të mirë. Pra për cilësi të mirë mesatarja 24-25. Kjo do të thotë që në muajin tetor, në fillim të nëntorit, ka raste që të paktën në Itali nuk ndiset fare kaldaja. Pse? Sepse ulliri gjatë përpunimit të vet, gjatë fraksionit, gjatë fërkimit, e rrit vetë temperaturën, shkon 23-24 vetë. Imagjino të ndezësh kaldaj, iku, ajo shkoj 30-35, ti nuk e mban dot më. Ky është një hap revolucionar. Hapi i dytë është koha e përzierjes. Në protokollet e vjetra është 20 minuta, 50 minuta, 1 orë, jo. Tashmë protokollet kanë ndryshuar, nuk ka nevojë më shumë se 10 deri në 15 minuta, apo Fredi, sepse vaji vjen në sipërfaqe me kaq, dhe nuk ka nevojë pjesa tjetër do oksidohet vaji dhe do prishet cilësia. Tjetër gjë, synohen linja e mira është linja dyfazore, ose sa më pak në kontakt me ujin, sepse uji që shplan vajin merr me vete polifenolet dhe ul vlerën biologjike të vajit. Dhe si hapi fundit që po fillon të vihet edhe në Shqipëri është filtrimi. Pra t'i bëhet një filtrim vajt për para depozitimit dhe të mos lihet të dekantojë në mënyrë natyrale sa ajo kërkon 2 muaj dhe gjatë kësaj kohe enzimat që janë atë pjesën bimore, vegetative, fillojnë veprojnë lipazat, rrisin aciditetin, rrisin oksidueshmërinë e tjerë. Pra këto janë disa ndërhyrje, po këto duan shumë vullnet dhe mbi të gjitha duan një kulturë dhe ndërgjegjësim të përpunuesit. Sepse po ka njerëz që e kanë kuptuar. Mund t'jem praktikat të cilat zbatohen, ndoshta edhe me rigorozitet nga shumë fermer, por ju veçuat që disa prej aspekteve që kanë të bëjnë, pra deri në momentin që prodhohet vaji ullirit, kanë ndryshuar qasja, sepse janë disa faktorë, pra që nga koha e dekantimit, pra sa duhet vaji, mënyra e ruajtjes, etj. Sa të informuar janë fermerët shqiptar për këto praktikat të reja që kanë ardhur me kalimin e kohës, dhe ato duhet që edhe në këto komponent që janë shumë të rëndësishëm, që ndikojnë tek cilësia vajit ullirit, të ndërmerren fushata në mënyrë që ata të kenë gjithë informacionin nevojshëm, pse jo, edhe të asistohen për të arritur rezultatin që duan? Unë jam shumë dakord me ju. Ndërgjegjësimi, trajnimet e vazhdueshme, fushatat informative janë gjithmonë të nevojshme. Sepse shohim që janë përditësuar, ka zhvillime dhe këto duhen përqafuar, sepse ndryshe ata do të mbeten me metodat vjetra. Kjo është e vërtet. Ata kanë qenë në 95 që trajnohen nga USAID-i. Po pse nuk ka ecur kjo punë? Sepse ata veprojnë si individ. Dhe po veprove si individ, kur ti çon ullirin dhe e merr në shtëpi dhe e ruan në bidona plastik, në të ngrohtë, aty ke vdekur, nuk flitet më për cilësisë dhe po ta marrësh cilësor ti e prish në shtëpi. Pra, është një imperativitet i kohës krijimi i shoqatave, i kooperativave fermere, i bashkësive. Sepse duke vepruar bashk, ata do zbatojnë të njëjtat protokolle, ata do e amballazhojnë së bashku në ambiente të sigurta dhe pastaj mund të flitet për cilësi, standardizim. Pastaj mund të flitet dhe për certifikim, sepse kjo është në sasi më të madhe, bashkohen forcat, ulen kostot, sigurohen shërbimet agroteknike. Dhe këtu, në këto terrene ka vënë trajnimi. Ka një piknisje, dhe piknisje është... Në shoqata, trajnimi nuk shkon bosh. Në individ, nuk e ketë sigurt.
Shoqata dhe mbi gjitha domosdoshmëria që fermerët të bashkohen. Të bashkohen, këtu është Kooperimi problemi. mbetet krye fjala për të rritur produktivitetin dhe për të ndikuar tek rritja qoftë e sasisë e cilësisë, por edhe ajo që ne vumë në duke që në fillim. Faktorizimi, pra kemi edhe ne pjesë e vëndeve të cilat jo vetëm prodhojmë për konsum të brendshëm apo për diasporën, por pse jo, t'jemi pjesë e rafteve dhe supermarketeve apo e tregjeve ndërkombëtare. Do të shkojmë në pak publicitet, do të rikthehemi në pjesën tjetër.